Sot pata një ditë shumë të veçantë. Ishim në qerdhen e fshatit të Miratoz, bashkë me Amelien, Drinit dhe Rumejen. Kaluan disa orë plot gëzime buzëqeshje me fëmijët. Amelia u kënaq pa mas, kishte shumë fëmijë, shumë lojra dhe një atmosferë të ngrohtë e të dashur. Ajo u përshtat me njëherë, luajti qeshi dhe ishte shumë e lumtur me shokëve të rinj. Më bëri shumë përshtypje sjellja dhe kujdesi edukatoreve. Ishte gjithçka në nivel, me shumë dashuri dhe përkushtim për fëmijët. Teksa shikoja gjithë atë gëzim me zhurmë fëmijësh, nuk mund të mos ndjeja pak nostalgji për familjen time, për vendin ku jam rritur. Ishte një ditë që më kujtoi sa e bukur është thjeshtësia, dashuria, fëmijët dhe vendi yt i origjinës. Faleminderit qerdhes së Miratozit për mirëpritjen dhe për gjithë kujdesin që tregojnë çdo ditë për fëmijët tanë.